Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Falenderojmë Allahun Azza wa Jall, i cili na mundsoi të përjetojmë këtë muaj madhështor. Dhe lutim Allahun Azza wa Jall që këtë muaj ta bën dëshmi për ne e mos ta bën dëshmi kundra nesh. Ja pra Ramazani kaloi, megjithatë ne nuk e adhurojmë Ramazanin, po e adhurojmë Zotin e Ramazanit. Edhe nëse Ramazani kaloi, prap pas Ramazanit ngelin adhurimet që lidhin robin Allahut Azza wa Jall me Zotin e tyre. Shfrytëzoj rastin që në këtë ditë madhështore, që uroj këtë ditë gëzimi, ditë argëtimi, ditë mirësie. Nga se ibadeti, adhurimi më i çmuar i kësaj dite është që të gëzohemi. Thot Allahu Azza wa Jall në Kur'anin e Kerim: "Kul bi fadlillahi wa bi rahmetihi fabidhalika falyafrahu huwa khairu mimma yajma'un." Thuaj me mëshirën e Allahut, me mirësitë e Allahut, le të gëzohen besimtarët. Është shumë më e çmuar se atë të cilën e grumbullojnë. Pra sot është ditë gëzimi, gëzoni zemrat e juaja, gëzoni të afërmit e juaj, marrni lidhjet farefisnore, vizitoni ata, nga se këtë lloj adhurimit Allahu Azza wa Jall e don. Prekupimi të parëve ton ishte i gjithë viti me Ramazanin, nga se si transmetohet 6 muaj, ju lutin Allahut Azza wa Jall që Allahu Azza wa Jall t'ia mundsojë atyre që ta përjetojnë Ramazanin. E pasi kalon të Ramazani, 6 muaj, ju lutin Allahut Azza wa Jall që Allahu ta pranon nga ata Ramazanin. Ne lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu Azza wa Jall ta pranon këtë adhurim që ja përkushtuam Allahut Azza wa Jall. Lutim Allahun Azza wa Jall të gjithë qafat tona të jenë liru nga zjarmi i xhehenemit. Lutim Allahun Azza wa Jall që në këtë ditë madhështore, ata të cilët nuk mund të përjetojnë hare, gëzim, të presin gëzime dhe festa tjera me fitore, me hare dhe me gëzim. Lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu Azza wa Jall t'i gëzon mbar besimtarët. Pra shfrytëzoj rastin nga xhamia e madhe Kumanovës që t'ia uroj këtë fitër Bajram, duke lutur Allahun Azza wa Jall që të gjithëve Allahu Azza wa Jall t'ju gëzon në këtë botë dhe botën e ahiretit. Këja gëzimi parë që premtoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ja pra ne jemi ka e përjetojmë këtë gëzim dhe ngel dhe gëzimi ditë madhështor që ka premtuar pejgamberi Allahut është ditën kur takohemi me Allahun Azza wa Jall. U takofshmi për mirë. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.